Në paraqitjen e radhës në SPAK për aferën Partizani, ish kryeministri Sali Berisha nuk kurseu deklarata ndaj SPAK dhe kreu të saj Altin Dumani. Kryetari i Partisë Demokratike nuk nguron që faktet e tij t'i bëj publikisht para kamerave dhe para godinës së prokurorisë së posaçme, për të cilat thotë se është kujdesur që t'ia lërë edhe me shkrim. Vetë ish kryeministri zbuloi para kamerave se në proces verbalin e detyrimit të paraqitjes ka shkruar se Dumani edhe skapi i partisë po amnistojnë krimin elektoral. Amnistimi i krimit elektoral nga Dumani dhe skapi i partisë është krimi antikushtetues dhe antidemokratik më i madh në historinë e pluralizmit politik. Është atentati më i rëndë ndaj zgjedhjeve të lira. Sali Berisha, ja u lash aty. Ndërsa sa i takon rastit Veliaj, Berisha theksoi se ministri Ulsi Manja ka urdhëruar përgjimin e tij në qeli. Para SPAK, Berishën e pritën simpatizant dhe antar të Partisë Demokratike, të cilët kur ka dalë jashtë prokurorisë së posaçme kanë pritur me duar trokitje.